Tregimen nga libri Fuqia e Këshillës. Një mësim nga mollët. Molla e kalbur, shoqëria e prishur. Një ditë baba I tha të birit: "Shoqëria është si mollët, një mollë e kalbur I prish edhe të tjerat." Djaloshi e dëgjoi me vëmendje, por diçka nuk I pëlqeu në atë mendim. Ai mendoi me vete: "Po sikur mollët e mira të jenë më të forta, a nuk mund ta rregullojnë atë mollën e kalbur?" Duke dashur të vërtetoj këtë, ai vendosi të bëjë një eksperiment. Mori një mollë të kalbur dhe e vendosi mes mollëve të shëndosha. Pastaj buzëqeshi dhe tha me siguri: "Do të lë për disa ditë dhe besoj se do të rregullohesh." Kaluan disa ditë dhe djaloshi u kthye për të parë rezultatin, por sapo pa mollët, syt ju hapën nga habia. Të gjitha ishin prishur. Mollët e shëndosha nuk e kishin ndihmuar atë të kalburën, përkundrazi, ajo I kishte dëmtuar të gjitha. Kjo provojë e mësoi djaloshin se ndikimi I shoqërisë është shumë I fortë. Ai kuptoi se për të ruajtur vlerat e mira është e rëndësishme të rrethohesh me njerëz të mirë dhe të devotshëm. Tani ai vendosi të bëjë zgjedhje më të mira për shoqërinë e tij, sepse e kuptoi se si një mollë e kalbur mund të prish edhe të tjerat. Këshill: zgjidhni me kujdes shoqërinë tuaj, sepse ato që I rrethojnë ndikojnë në jetën, zhvillimin dhe ahiretin tuaj. Pejgamberi ynë I dashur sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Njeriu është në fenë e shokut, prandaj të kesh shok të mirë është thelbësore për një jetë të suksesshme dhe të lumtur."